sërë që haje, sërë që piu, bëj kryqi për vetën time. Se me këto që na kanë fut në përushime, që si ki vetëm në përushime, edhe. Në për na spërkasin për ditë. Sot nuk ishën spërkatur. Dje policisi të dilje më dha. Duke shikoja si e bukur po policisi, sepse ajo do të spërkatje. Po, e vura redje. E vura se si Këtë që po thu po, nuk e pasha kishe diçka në ajër apo jo, por që kishe lloj zagushie, si lloj kështu si lodh, sikur mezi më është frym. Sot është ndryshe, është e martë sot. Kurse dje e hën, policisi më burr. Duke shikoja si e mirë kështu, kishte çik diell pak re ashtu, po i kishin bërë spërkatje të herët ata. Edhe kur ka spërkatje, dielli ato rrezet i kthen në të nxehta, jo në të ngrohta siç është sot. Ato rrezet nuk të ngrohin, të krijojnë një si polceta burr. Sepse ja shton atë fuqinë e rrezatimit, se janë grimca metalike ato. Si është ajo pasqyrimi që e bëjmë neve me diell, kështu që ta përqendrosh diku e djeg atë. Po, me letrën që i pas bë diku. Po, fiks. Këtë bëjnë këto grimcat që kanë këto brenda spërkatjet, që i bëjnë. Ashtu, ëh? Po. Edhe krijohet një thell kanë shkumë. Krijohet një lloj perde atje, edhe kur futet ato rrezet brenda i izolohen, nuk shkojnë prap lart, po qëndrojnë këtu në sipërfaqe. I kanë menduar të gjitha më burr, i kanë ato shkencëtarët atje bëjnë vetëm gjëra të shpikje të këqija kundra njerëzve më burr. Edhe tani po përgatisin një gjë tjetër tani me na fut prap ato lëngjet helmatike që do të sillin si zgjidhje. Po pse duan ta sillin tani pjesën e këtyre vaksinave? Për çfarë arsye ndodhi tani domethënë kjo gjë? Duan timi të sumur fizikisht dhe mendërisht. Duan timi të sakatum, mos kemi fuqi, mos mendojmë, mos veprojmë, timi të bindur, duan me na paksojnë popullsinë e njerëzimit. Po çfarë nuk arritën ta bëshin me të parën, duhet me bë me këtë dytën. Po nuk arritën me këtë dytën, kanë përgatitur atë luftën e tretë, se ajo do jetë më drastike. Pra ato po ecën me gjitha frontet. Këtë edhe me vaksinë, me hantavirusin, me virusin, me pandemi, me ushqime, me digitalizimin, me luftat në frontin tjetër. Po, pafund fronte kundra nesh o burr. Edhe qeverit nuk bëjnë asgjë, se e din shumë që kanë marrë një X urdhër që andej, edhe përdoret si mash nga ata peshkaqenët që s'dalin kur në televizor, përdorin qeveritë tona shqip folëse, se si janë shqiptarë ata që na komandojnë neve, për të na shkelur, për të kaluar ato rregullat që duan ata peshkaqenët e mëdhenj. Edhe populli e han për herë. Edhe dalin disa pastaj kur kërkojnë të drejta, pastaj shikoj e bëri ai sa ishin qeveri thot. Po edhe ky tjetri po të ishte një të gjë do bënte, se thjesht urdhra marrin. Ushtar janë. Nuk janë atë që vendosin. Edhe populli e han për herë, historikisht. Zoti na rujt për herë, vëllezër, se ndryshe me këta që kena mbleksur, me këta satanista që komandojnë botën, ata duan me na çun ferr të gjithëve, siç jemi. Ja të përdorin mjete ndryshme. Sa mendon që do të zgjasë kjo historia e hantavirusit sipas teje, duke parë reagimin e jo vetëm në Shqipëri, jo, në popujve të tjerë në botë, domethënë, reagimin që ka, sa mendon që do të zgjasë si fluck? Përderisa ti në mënyrë si po e shpjegon, ka shoh që është si lloj fluck, domethënë, që edhe njerëzit nuk do ta hangë këtë herë sapunin për djathtë. Uroj, po. Jo, tek narrativa që ndërton duket sikur njerëzit ka lëzime dhe nuk mund ta hangë këtë gjë, apo jo? Po, besoj se s'ka për ta. Beson që s'kan për ta ngrënë. Janë zgjuar. Sa do të zgjasë kjo? Ajo varet pikërisht nga kjo që sapo përmendëm tani, nga besueshmëria e njerëzve, sa do ja pranojnë këtë gjë. Nëse se ata do shikojnë, e kena thënë këtu, ata përdorin akoma ato media sociale që përdorim neve, i shikojnë për herë ato komente që bëjmë neve. Nuk janë dash pafajshme ato, ato i lënë enkas për të parë nga anojnë njerëzit.